Mirë mbrëma, jemi këtu në podcastin tim Mbërnat. Do flasim përsëri për gazifikimin. Natyrisht, sonte në emisionet e së enjtes në darkë do të flitet pafund për çështje të ndryshme politike. Do të flitet pafund për listat, kush është i pari, kush është i dyti, kjo parti, ajo parti, e tjerë, kjo të ditë një kakofoni e mbrëmjes sonte. Por duhet të flasim edhe për çështje të mëdha kombëtare, për sot dhe për të ardhmen, për dekadat e ardhshme. Shikoni këtë insertin se ç'a ndodhi në Korçë më 5 mars. Sa po kaloi ora 17, jemi para teatrit Andon Zagoçariubi këtu në Korçë, ku ishte lajmëruar që të bëj një konsultim me publikun për çështjen e gazifikimit të Korçës, ku autoritetet e kompanisë shtetërore të Azerbajxhanit do të prezantonin këtë projekt për gazifikimin e Korçës dhe qytetarët do të bënin pyetjet për të sqaruar për këtë gjë. Fakti është që kjo nuk po ndodh. Dhe autoritetet janë fshehur diku bashkë me Azerbajxhanasit, diku janë fshehur për ta bërë të konsultim të publikut që ishte lajmëruar këtu. Normalisht ata mund ta fusin dosje këtë si një konsultim me publikun i kryer, ku pati dhe diskutime e tjera, kjo mund të ndodhi, ka ndodhur e tjera, por ne jemi këtu për të thënë, për të faktuar, që ky konsultim nuk ndodhi. Ky nuk ndodhi dhe çdo gjë që bëhet mbas këtij konsultimi është antiligjore. Kaq për momentin. Tani, kjo ishte në 5 mars, po sot, që jemi 13 mars, sot ishte një lajm, për mendimin tim, lajmi më kryesor do të ishte pikërisht ky që u dha pak sekonda, por ne po flasim për këtë, për arsye se ajo që thash në fillim të emisionit nuk do të flitet fare për këtë. Prandaj ne po pozicionohemi të flasim diçka për këtë temë jashtëzakonisht të rëndësishme. Shikoni se çfarë tha presidenti, në fakt ishte spikeri i lajmeve që njoftoi pikërisht takimin e presidentit të Shqipërisë me presidentin e Azerbajxhanit sot. Shqipëria, theksoi presidenti Begaj, vlerëson mbështetjen e vazhdueshme të Azerbajxhanit për projektet lokale që lidhen drejt për drejt me gassjellsin TAP. Ja pra, ky ishte lajmi. Ky është super lajm. Edhe ja pse është një super lajm. Dhe që nuk do të flitet fare për të sonte. Dhe në asnjë nga ditët e ardhshme, vetëm do të flitet në muajin prill, ku autoritetet kanë njoftuar, jo publikisht, po nga informacionet, që në prill do shkojë kryeministri Rama për të folur për gazifikimin e Korçës. Dhe sot ka shku presidenti i Shqipërisë, ka folur me presidentin e Azerbajxhanit për gassjellsin TAP. Nga TAP-i do të marrë gaz edhe Korça për të ngrohur. Kjo është e gjithë një grep, një huk i thonë anglezët, për të futur gazin në Shqipëri për gazifikuar gjithë Shqipërinë. Kuptohet kjo gjë. Pra, një kompani gjigande, siç është TAP-i që furnizon edhe Europën me gaz, do hyka në Korçë vetëm për të gazifikuar Korçën dhe që ka i kënaqur se do të nxjerrë fitime, jo, nuk është kjo fare mundësia. Realisht është ajo që Korça do përdoret si precedent për të ndërhyrë në TAP, në gassjellsin në TAP-it dhe pastaj të ndodhi ajo që është projektuar dhe po projektohet fshehurazi, se Azerbajxhanasit janë këtu dhe aty. Edhe presidenti ka shkuar disa herë në Azerbajxhan, edhe kryeministri Rama ka firmosur në
COP29 një ditë para se të flitej aty për në gjithë bota për çështjen e ndryshimeve klimatike, për reduktimin e emetimeve të CO2-shit, kryeministri jon asistoi bashkë me ministrin Balluku dhe me Peleshin firmosën në Azerbajxhan marrëveshjen për bashkëpunim me Azerbajxhanin për energjinë, për gazin, për tapin. Ky është problemi. Këta duan të bëjnë shumë tece këtu në Shqipëri. Dhe kjo është alarm. Janë shumë tece që duan të bëjnë. Ka filluar, është marrë vendimi i qeverisë për tecin e Roskovecit, ka plane për të ndërtuar tece në Vlorë. Në Korçë prap po i rikthehen idesë për të ndërtuar tecë në Korçë. Dhe ku po i ndërtojmë këto tecet pikërisht në këtë linjë më interesante nga pikpamja e zhvillimit në Shqipërisë, pra në territorin nga Korça deri në Fier, në Seman, në Adriatik që përfundon ky gasjelsi, që janë tokat më të mira bujqësore, më pjellore në gjithë në vendin tonë. Dhe pikërisht tu do të ndërtohen këto tecet që do të ndosin ambientin në mënyrë të jashtëzakonshme, për arsye se mendohet për vite me radhë, bile për tecin e Roskovecit ishte fjala 49 vjet që do punoj aty, të gjeneroj pafund emisione të dëmshme për shëndetin në radhë parë të njerëzve, po edhe të natyrës, të bujqësisë që është kaq e zhvilluar në këto pikërisht në këtë zonë nga Korça në Fier. Dhe ajo që është shqetësim i madh është se nuk flitet për këtë. Kjo është tema më e rëndësishme. Unë do doja sot për shkakun që të zgjenin mediat pikërisht për këtë fakt që presidenti, autoriteti i Shqipërisë ka shkuar përsëri në Azerbajxhan për të folur për gazifikimin e Korçës dhe për tapin, për energjinë e kështu me radhë, pra çështja e energjisë është çështje primare në një vend. Dhe ne në Shqipëri, ne që nuk kemi nevojë për gaz dhe as nuk kemi gaz, dhe duhet të fusim gazin. Nuk kemi as specialist, nuk kemi as teknologji, as know-how për këtë çështje, për të kaluar në një lloj burimi energjie nga fosilet, ndërkohë kur bota po largohet prej tyre, ndërkohë kur Bashkimi Evropian nuk lejon që në vendet e BE-s të ndërtohen tece, dhe këto lobet e naftës fuqishme tashmë kanë kapur dhe opozitën, bashkë me opozitën, janë bërë të dyja bashkë këto, dhe kjo përbën një rrezik të madh. Lobet e naftës kanë kapur shoqërinë, shtetin shqiptar, dhe po duan ta përdorin këtë vend të bukur me natyrë të mrekullueshme, ta përdorin për interesat tyre për të maksimalizuar fitimet në këtë periudhë tranzicioni, derisa ata të mos heqin dorë nga fitimet maksimale që kanë prej 2 shekujsh që realizojnë, dhe tashmë në përpolitjet e fundit, për arsye se teknologjia është komplet tjetër gjë në kohën e sotme, pra janë zhvillim aq të shpejtë të teknologjive sa që gazi është vërtet një fosil dhe që duhet hequr dorë, siç po ndodh kudo në vende të ndryshme, kudo në botë, dhe ne në Shqipëri fillojmë gazifikimin. Kjo është një marrëzi vendimarrëse që padyshim duhet ndaluar. Dhe po ndalojmë dhe ne këtu për të folur prap, derisa diçka të ndodhi dhe të filloj të flitet për këtë gjë dhe të ndalohet kjo vendimarrje kriminale. Natën e mirë.